çështjet që lidhen me punën, çështjet që kanë të bëjnë me ndryshime, me vendime të rëndësisë së veçantë. Data 18 kemi Afroditën shqiptar që formon një trekëndësh me një kënd me ndikimin e Marsit në ndikimin më të madh që ka të bëjnë, në një kënd që na lejon të përqafojmë ndershmërinë dhe karrierën, drejtësinë, që të ketë mundësinë dhe çështjet të tjera që neve duam, por gjithashtu të transferojmë plagat e së kaluarës në forcë dhe empati dhe do të kultivojmë pranimin dhe dashurinë në marrëdhëniet tona, ndikojnë pozitivisht të shenjës siç janë Dashi, Luani, Shigjetari në dhjetëdiqin e dytë dhe fillimi i dhjetëdiqit të tretë, ku është një ndikim mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi në gjërat tona që neve bëjmë. Prandaj kjo është një diçka shumë pozitive. Madje është një moment që mund të zgjidhni çdo lloj problemi që mund keni pasur në të shkuar dhe është një moment tani mjaft i mirë në lidhje me takime, në lidhje me vendime dhe në ndryshimet që juve do të keni. Këto ndryshime bën dhe në anën tuaj, sepse lidhet shumë me paran, lidhet shumë me ndryshimin, por para se të fillojmë me parashkimin e 12 sheve zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni për një paket për të blerë për parashkimin tuaj personal,